Miq të nderuar, sot tek ju do të sjellim histori, force, kurajoje dhe inspirime në të njëjtën kohë. Sporti paralimpik nuk është vetëm garë, por ajo është dëshmi se kufit nuk vendosen vetëm nga trupi, por ata vendosen edhe nga vullneti dhe gjithashtu nga guximi. Prandaj, në këtë edicion, miq të nderuar, me presidenten e Komitetit Paralimpik, zonjën Njomza Emini, kam nderin që të flasim për një forcë që po e ndryshon botën dhe po e bën Kosovën krenare. Zonja Emini, faleminderit për kohën dhe mirë se erdhët në emisionin për një botë më të mirë. Faleminderit për ftesën, kënaqësi gjithmonë të jem në emisionin e juaj. Për fillim, ju lutem, a mund që ta përkufizoni pak a shumë sportin paralimpik dhe çfarë përfaqëson ky sport për juve personalisht dhe për vendin tonë? Ju e filluat aq mirë dhe sporti paralimpik përveç është një promovim, por edhe një angazhim, edhe një gjithëpërfshirje gjithë personave që kanë një aftësi më ndryshe. Unë si president e Komitetit Paralimpik Kosovës e kam nderin, por edhe kënaqësinë që të jem pjesë e ndryshimeve, siç e thatë edhe ju, po edhe të inspirimeve të ndryshme të paraatletëve tanë nga të gjitha regionet e Kosovës, dhe me krenari e them që Kosova tashmë është e barabartë me të gjitha komitetet paralimpike evropiane, por edhe botërore. Bukur shumë që u ndale pikërisht në këtë pikë, sepse do të flasim për një, të themi, ndoshta histori ose për një sukses të madh që ka arritur Kosova normalisht me emrin tuaj. Në gusht të vitit 2025, më konkretisht me 30 gusht, juve jeni zgjedhur anëtare e Komitetit Paralimpik të evropian në fakt, por në këtë rast të themi se Kosova tashmë gjendet në strukturat më të larta të këtij organi. Ju lutem, a mund të riktheheni paksa në kohë edhe të na tregoni për këtë sukses të sportit paralimpik të Kosovës? Triumf personal, por mund ta quaj edhe një triumf shtetëror të Kosovës, që tashmë është me një kryesë të një organizate më të madhe evropiane, siç është Komiteti Paralimpik Evropian. Ka qenë një urrëtim i gjatë, nuk ka qenë lehtë, sepse më është dashur edhe të mendoj për kandidimin në Komitetin Paralimpik Evropian si anëtare e bordit të Komitetit Paralimpik, dhe padyshim që ka pas kritere dhe standarde, por edhe në nominimin që është bërë, por edhe të dosjes që është dorëzu dhe që është prezantuar dhe para delegatëve nga gjithë Evropa. Ka qenë një garë konkurruese, shumë e fortë. Unë gjithmonë kam besu se kemi aleat, por edhe me punën që e kam bërë, edhe me aktivizmin tim në çdo event ndërkombëtar, sepse Kosova është thuajse 3 vite pjesë e organizatës evropiane dhe botërore, por që për herë të parë në historinë e Kosovës jam unë në një trezë vendimarrëse, mund ta quaj një organ të lartë ekzekutiv, ku aty gjitha vendimet merren dhe jam zëri i gjithë Evropës, dhe kjo më bën të lumtur, por edhe me një përgjegjësi, me një barë, me një peshë që të vazhdoj me këtë angazhim që e kam, por edhe të dëgjohet edhe zëri i Kosovës, dhe aty padyshim që do të prezantojmë edhe vlerat të shumë kolegëve, dhe dua të dëshiroj që edhe shumë kolegë ti kemi pjesë të organizatave evropiane, pse jo dhe botërore, por që aty arrita që të dalë më e votuara dhe të marrë besimin e delegatëve pas prezantimit tim për misionin dhe vizionin edhe rezumes së para delegatëve. Me ju thënë të drejtën, nuk është që e kam prit që do të triumfoj me atë
konkurrencë të fortë që ishte nga shtetet më të forta, siç Izraeli, Britania e Madhe, Serbia e shumë shtete tjera që kanë qenë kandidat, dhe në atë moment unë përveç që jam di krenare, por edhe e lumtur për një përbesimin që e mora nga kandidatët, por edhe një përgjegjësi që të vazhdoj dhe të angazhohem për gjithë atletët sportistët nga Evropa, por edhe për Kosovën që me projekte të ndryshme të dëgjohet edhe zëri i Kosovës kudo. Urime, vërtet edhe unë jam e lumtur shumë që keni arritur edhe aq më tepër krahas gjithë asaj konkurrence siç edhe e përmendet ju lumt. Por na thuani ju lutem se tani tutje sa do të ketë domethënë mundësi që Kosova të shtyjë proceset përpara me prezencën tuaj në këtë komitet, domethënë në bordin e Komitetit Evropian. Padyshim që po, sepse vetë prezenca ime, aty ku bën ndryshimet, krijon politikat, por edhe projektet, por edhe shumë vendime të rëndësishme, unë do të mundohem që Kosovës t'i sjell edhe shumë projekte siç i kam sjell deri më tani, por mos të harrojmë që unë kam edhe një peshë po edhe përgjegjësi edhe për gjithë para atletët nga Evropa, sepse të gjithë duhet të jemi të barabartë dhe unë do ta ngri zërin padyshim për vendet siç është Kosova, Shqipëria, edhe pse në Shqipëri nuk ekziston komiteti paralimpik, por do t'i ndihmoj vendet e rajonit që t'i mbështes, por edhe ato shtetet të cilat kanë nevojë, sikur ne që kemi pas nevojë sfidat të shumta që i kemi pas si Komitet Paralimpik i Kosovës, që t'ju ndihmoj aty ku është e nevojshme, por edhe të jem edhe një shpresë për gjithë ato shtetet të cilat kanë kalu në këtë fazë siç kemi kalu edhe ne si shtet. Po, Kosova, domethënë për herë të parë debutoi në lojrat paralimpike Paris 2024, që siç kemi thënë, do të jetë një datë edhe do të jetë një vit që nuk do të harrohet asnjëherë, gjithmonë do të kujtohet domethënë ai moment i pjesëmarrjes së Kosovës. Nga ana tjetër, sportistët paralimpik shpesh i quajnë herojnë të heshtur. E tani mua po më intereson këto shumë të di diçka. Cila është një histori e para sportistëve, domethënë që juve ju ka prekur dhe pse? Qoftë në vendin ton, por me që juve udhtoni shumë në vendet të ndryshme të botës, pse jo mund na sjellni edhe ndonjë histori nga jashtë? Po, ka shumë storje suksesi, po si që thatë edhe ju, edhe histori, duke fillu edhe nga djali i historisë, Grevis Bytyqi, të cilin ne si Komitet Paralimpik i kemi dhënë maksimumin që të paraqitet Kosova kuptohet me ftesë të Komitetit Paralimpik ndërkombëtar, është bërë mundur që të jetë edhe prezenca e djalit të historisë para atletit ton Grevis Bytyqi, meqense nuk arriti që normat paralimpike të arri, por që moment historik debutimi për herë të parë i Kosovës në lojrat paralimpike Paris 2024, por ka edhe historitë të tjera që më kanë frymëzuar dhe më kanë inspiruar që të vazhdoj edhe të inspiroj edhe të tjerët, siç është edhe sportisti ynë, paraatleti ynë që është storje suksesi në Suedi, Fatmir Sheremeti, por edhe shumë sportistë të tjerë të cilët, siç e thatë edhe ju, nuk kanë qenë të heshtur, por që Komiteti Paralimpik i Kosovës e kemi atë ëndër apo edhe atë ku e kemi vrejt në që duhet i përfshim, por edhe ti identifikojmë, sepse Komisioni për Sport që është në kuadër të Komitetit Paralimpik
ka identifiku para atlet për lojrat paralimpike Los Angeles. Ju si që dini shumë shpejt veç po na vini edhe lojrat paralimpike dhe ne si shtet dua të besoj që të vazhdoj për kraja dhe mbështetja si që kemi pas edhe nga Ministria e Kulturës, Rinisë dhe Sportit, por pse jo edhe nga sponsorët tanë, nga bizneset private që të mbështesin para atletët dhe lëvizjen paralimpike, sepse me të vërtet këta e meritojnë dhe nuk do të mbeten vetëm të heshtur, si që thatë edhe ju, por që do t'ja zgjasim dorën në mbështetje, por edhe në promovimin e tyre dhe pse jo të na bëjnë krenar, siç na kanë bërë krenar edhe sportistët tanë, Majlinda Kelmendi, Nora Kelmendi, Akili edhe shumë të tjerë dhe të debutojnë me atë frymën e lëvizjes paralimpike, të vlerave të paralimpizmit kudo, sepse tashmë i dyert janë të hapura dhe ne si komitet do të vazhdojmë të jemi pranë federatave siç jemi edhe afër dhe në mbështetje, sepse mos të harrojmë sfidat kanë qenë të ndryshme dhe vazhdojmë të kemi sfida duke i përfshi edhe pajisjeve që e kanë një kosto shumë të lartë, pajisjeve sportive, por edhe të qasjes së tyre dhe të qendrave parasportive. Unë në çdo takim kam lobu dhe do të vazhdoj të loboj që qeveria të investoj në qendrat kudo për qasjen e tyre, por edhe të bëhet edhe një minimumi, sepse kjo duhet të jetë në çdo qytet, qendrat paralimpike, që personat me aftësi të kufizuar ta kenë një adresë edhe të socializimit të tyre, po edhe të përgatitjeve në përgarat ndërkombëtare. Sepse unë po them që federatat përkatëse që janë pjesë e Komitetit Paralimpik, ne kemi arritur që të mbështesim me përkrajen e Ministrisë Kulturës, Rinisë dhe Sportit, por që gjithmonë është e nevojshme që të ketë përkraje për të gjitha federatat përkatëse, sidomos për ato federatat të cilat janë aktiv, por edhe kanë përkushtimin për identifikimin e sportistëve që meritojnë të jenë pjesë e garave dhe pse jo Kosova të përfaqësohet në lojrat paralimpike Los Angeles me më shumë sportistë dhe të rritet numri, sepse ne kishim vetëm grevistin, por ky numër të vazhdoj të rritet dhe të marrin pjesë. Patjetër, kur jemi tek Los Angeles 2028, na tregoni ju lutem, a keni filluar përgatitjet, me çfarë disiplina sportive do të merrni pjesë, edhe krahas kësaj, si qëndroj me infrastrukturën, domethënë që parasportistët tanë të bëjnë ushtrimet paraprake para se të shkojnë në garën përfundimtare. Po, jemi në përgatitje dhe po ashtu edhe identifikimin e paraatletëve. Vitin që do të vjen do të jetë vit i përgatitjeve të paraatletëve tanë në dërgimin e tyre, në klasifikim, por edhe në kualifikim, por që uroj që të ketë mbështetje edhe më të madhe edhe nga Ministria e Kulturës, Rinisë dhe Sportit, në mënyrë që ti sigurojmë edhe pajisjet e tyre dhe ti sigurojmë po ashtu edhe pjesëmarrjen e tyre në garat kualifikuese për paraatletët tanë. Dhe padyshim që unë dua të besoj që përkraja edhe mbështetja dhe zotimet tashmë që Kosova i ka karshis edhe me qenë se Komiteti Paralimpik i Kosovës në momentin që është pranuar në dy organizata më të mëdha evropiane dhe botërore, padyshim që zotimet nga ana e qeverisë Kosovës duhet të vazhdojnë në përmirësimin e kushteve të infrastrukturës sportive, por edhe të mbështetjes edhe më të madhe, në mënyrë që të gjithë së bashku të funksionojmë si ekip në mbështetjen e tyre, sepse Komiteti Paralimpik i Kosovës, me gjithë kapacitetin që ka, me ato mundësi që i kemi arrit që ti zhvillojmë edhe ti mbajmë aktivitetet, por që edhe ti
mbajmë trajnime të ndryshme edhe në përgatitjen e tyre në ndërtimin e kapaciteteve dhe në mbështetjen e tyre financiare, por edhe në ndërkombëtarizimin e federatave tashme që janë edhe federatat përkatëse në federatat ndërkombëtare. Po përveç atletikës, a mendoni me tjera disiplina sportive të shkojmë në Los Angeles? Po, me judo, që kemi një djalë fantastik, dhe po ashtu edhe me atletin ton, me djalin si që themi edhe neve të historisë, por që na bën krenar në Suedi, por që i tha po Kosovës, që do t'jetë edhe që do ta përfaqësoj Kosovën, dhe po uroj që edhe të kemi edhe disiplinat të tjera, por që do të mbetemi edhe që Komisioni i Sportit të identifikojë dhe të dalim me paraatlet në vitin 2026, sepse do të kërkojmë edhe një aneks të veçantë edhe projekt do të dorëzojmë në Ministrinë e Kulturës, Rinjtë dhe Sportit, por edhe tek bizneset tona që të kemi mbështetje për atletët tanë. Po, mes rreshtave pak a shumë e vrejta që kërkoni edhe më tepër ndërtim të infrastrukturës, por aktualisht a kanë ku të ushtrojnë, domethënë, sportistët me aftësi të kufizuara, apo ushtrojnë për sallat standarde? Si janë kushtet njomca? Për shembull, në judo kushtet janë fantastike, ku veç po i bën përgatitjet me trajnerin Anton Sena, ndërsa sa i përket disiplinave tjera unë konsideroj që është më se urgjente që të mendohet edhe të planifikohet. Unë mendoj që veç kanë në planifikim e kanë vullnetin edhe zyrtarët nga Ministria e Kulturës, Rinjtës dhe Sportit që të themelohet apo të punohet në qendrën paralimpike, sepse mos të harrojmë nuk është që kemi sportistë vetëm në Prishtinë, po duhet të përqendrohemi edhe në qendra tjera, edhe në qytete tjera, edhe në fshatra tjera, që ata të cilët kanë talent, por edhe ata të cilët dëshirojnë që të involvohen në sport, që ta kenë një qendër që të shkojnë dhe t'i bëjnë përgatitjet, por jo vetëm edhe të integrohen, por edhe sepse sporti i bashkon. Dhe sporti është mjeti kryesor në integrimin e tyre në shoqëri, që të ndjehen të barabartë ashtu siç e meritojnë. Komiteti Paralimpik i Kosovës, a ka projekte të reja që synojnë përfshirjen e sa më shumë fëmijëve dhe të rinjve me aftësi të kufizuara? Patjetër që po, jam shumë e lumtur që të ndaj edhe me dëgjuesit e emisionit të juaj, por edhe me dashamirët e lëvizjes paralimpike që e përqafojnë lëvizjen paralimpike, që programi gjithëpërfshirja në edukimin fizik, ku dua të falenderoj zëvendës presidentin Daut Ishukin për angazhimin e tij, por edhe për promovimin nëpër shkollat që në lëndën e edukatës fizike kanë mbajtur edhe trajnime të ndryshme në përgatitjen e mësimdhënësve edhe në promovimin e sporteve paralimpike, dhe kjo ka pas një efekt jashtëzakonisht të madh dhe do të vazhdojmë po ashtu edhe në vitin 2026, që është më se domosdoshme në për të gjitha shkollat e Kosovës, që fëmijët tanë, ata të cilët kanë talent, të përfshihen, por edhe të janë më shumë të informuar në disiplinat paralimpike. Dhe jo vetëm të informohen, por edhe të jenë pjesë aktive në lëndën e edukatës fizike, që të jenë aktiv po ashtu edhe në përdorimin, për shembull, në disiplinën e basketbollit me karrocë, apo edhe të voleybollit ulur, boqës, e shumë disiplinat të tjera që veç janë. Si po mendoni që ose cili është mendimi juaj më konkretisht se sportistët me aftësi të kufizuara po kontribuojnë në barazinë dhe përfshirjen sociale në këtë rast?
Pyetje shumë e vend. Unë në këtë pjesë dua t'i falenderoj jashtëzakonisht shumë mediat në Kosovë për promovimin e talentëve të ri, duke filluar nga Radio Televizioni Publik i Kosovës, por edhe përmes emisioneve të siç e keni edhe ju për një botë më të mirë, ku unë do ta shtoja për para atletët tanë më të mirë që i ka Kosova, por që janë të heshtur dhe ne si Komitet Paralimpik i kemi ofru dhe i kemi dhe dua të ftoj edhe të gjithë prindrit që i kanë fëmijët e tyre t'i sjellin dhe t'i angazhojnë në për federatat përkatëse, në për klubet që i kanë dhe për krajën mbështetjen do ta kenë gjithmonë nga Komiteti Paralimpik i Kosovës dhe të gjithë jemi të barabartë, të gjithë janë të barabartë, pa asnjë dallim, por që ende duhet të punojmë, sidomos unë dua të shtoj këtu zyrtar që i kemi në për institucione të ndryshme që mos t'i diskriminojnë në mënyrën që t'i dallojnë apo dhe për shkak edhe të informacioneve që nuk i kanë, që mos t'i përfshin personat me aftësi më ndryshe, por që në fundit ata e meritojnë dhe ne duhet t'i gjejmë format që t'i përkrajmë dhe mos t'i diskriminojmë, por që si Komitet Paralimpik i Kosovës, së bashku dhe me kolegë që i kam edhe në staf, por edhe me kryetarët e federatave, po mundohemi dhe mendoj që veç që kemi bërë një punë, por që asnjëherë nuk është e mjaftueshme dhe do të vazhdojmë me këtë ritëm që kemi edhe më të madh në vitin 2026 që t'i përgatisim para atletët tanë për lojrat paralimpike Los Angeles. Mos të harrojmë, medalja më e mirë për një paraatlet është që të përfshihen që të jenë pjesë e kësaj shoqërie dhe të jenë të barabartë. Sepse medalja e mirë është kur shteti përfaqësohet në mënyrën më të mirë, por kur dhe një paraatlet që ka talent e përfshim në jetën sociale. Përmende prindërit edhe u bërë thirrje që t'i inkuadrojnë fëmijët e tyre në për federatat sportive të parasporteve. Por në këtë rast, cili janë hapat më konkret që Komiteti Paralimpik po bën në mënyrë që t'i bindë ndoshta edhe mos them t'i edukoj, por në një farë forme t'u bëj thirrje prindërve që fëmijët e tyre ndoshta do t'jenë shumë të njohur ose do të dalin shumë të mirë në një sport të caktuar. Tani juve këto sporte i dini edhe më mirë se unë. Po, ne organizojmë aktivitete të ndryshme edhe në sensibilizimin, por edhe në thirrje publike dhe përmes rrjeteve sociale, por edhe përmes ftesave të ndryshme që ne i dërgojmë me organizatat jo qeveritare, por edhe me aktorët tanë, ku mund të themi që kjo është mënyra më e mirë përmes edhe projekteve që është Erasmus për barazi gjinore, ku keni qenë edhe ju prezent dhe që dua të falenderoj koordinatorën e këtij projekti, udhëheqësen për marrëdhënie ndërkombëtare, Arieta Gashi, të cilin e ka bërë një punë të jashtëzakonshëm në promovimin, por edhe në thirrjen, në identifikimin e shumë vajzave dhe grave që të përfshihen në sport. Sepse kjo është edhe që ne duhet edhe ne jemi shembull kampion të barazisë gjinore si Komitet Paralimpik, sepse ka përfshirje të vajzave dhe grave edhe në bordin ekzekutiv, por edhe në federatat parasportive, dhe këto janë mënyrat më të mira duke organizuar aktivitete të ndryshme, duke qenë prezent edhe me familjar, edhe me prindër që i sjellin fëmijët e tyre, por edhe me projekte që jemi në për regionet të Kosovës, aty është edhe një metodë edhe një mjet i fuqishëm në identifikimin direkt, por edhe të sfidave që ballafaqojnë prindrit me kushtet që i kanë fëmijët e tyre. Si e shihni ju të ardhmen e sportit paralimpik në Kosovë dhe cilat janë planet konkrete të komitetit?
Plane janë të shumta, por dua të ndaj disa që unë sapo jam kthyer edhe nga Korea e Jugut me një marrëveshje bashkëpunimi. Komiteti Paralimpik i Koresë së Jugut është një komiteti më aktiv në botë dhe në vitin 2026 ne kemi edhe marrëveshje bashkëpunimi edhe me Izraelin, ku gjitha këto marrëveshje bashkëpunimi që i ka Komiteti Paralimpik Kosovës, por edhe me shtetet tjera që do t'i realizojmë në vitin 2026, të gjitha ata të cilët janë aktiv në trajnimet e tyre t'i dërgojmë, por edhe në aftësimin e shumë trajnerëve dhe referëve, sepse ka mungesë edhe të trajnerëve në disiplinat përkatëse që duhet t'i trajnojmë, por edhe në mbështetjen e gjitha atyre që sepse ka shumë që nuk kanë shku në stërvitje dhe dëshirojnë që të marrin edhe përvoja të ndryshme nga kolegët e tyre që i kanë dhe po ashtu janë edhe plane që sportistët të cilët janë aktiv do të kemi planifiku dhe do të kërkojmë nga Ministria e Kulturës, Rinisë dhe Sportit që të ndahen edhe bursat paralimpike, por edhe qendra paralimpike. Ne kemi marrë përkraje nga kryetari i komunës së Prishtinës Përparim Rama, që e falenderoj jashtëzakonisht shumë sepse ka qenë mbështetës dhe vazhdon të jetë ndaj Komitetit Paralimpik me përkraje konkrete në mbështetjen edhe të klubeve gjatë licensimit, por edhe të projekteve që ka nda, por edhe të qendrës paralimpike ku uroj që të filloj në vitin 2026 dhe Kosova të jetë po ashtu shembull apo dhe kampion i mbështetjes së lëvizjes paralimpike, por edhe të paraatletëve tanë që i kemi në Kosovë. Dhe jo vetëm, por edhe të vinë edhe shumë sportistët nga rajoni, pse jo edhe nga Evropa që të vinë në Kosovë dhe të zhvillojmë kampionate të ndryshme. Dhe për fond, çfarë do të thoshit atyre të rinjeve që hezitojnë të merren me sport për shkak të paragjykimeve fizike ose pengesave që ju dalin? Asnjëherë mos u dorëzoni, të keni besimin nga vetja, sepse dhe unë kam pas paragjykime, qoftë nga dukja, po dhe nga mosha, kur e kam fillu kam në politik, kam qenë vetëm 24 vjeçare kur e kam marrë besimin si deputet jam më e re, por që asnjëherë nuk jam dalë dhe asnjëherë nuk do të ndalem dhe të keni guximin, por edhe mbështetjen sepse familja është, po them unë kam pas fatin që kam pas përkrajen edhe nga familja, por që gjithmonë janë ka njerëz që janë afër dhe i shohin vlerat dhe nuk duhet asnjëherë me u ndal. Punët e mira e di që ndonjëherë tek ne nuk është që vlerësohen në fillim, por herët avon vjen momenti kur ka njerëz të vullnetit të mirë, por edhe që e vlerësojnë angazhimin dhe ju lutem, sporti është mjeti kryesor edhe në edukimin fizik, por edhe ambasador që të jemi ne si shembull, të fillojmë nga vetja dhe të jemi shembull për shumë gjenerata të tjera që të jemi aktiv dhe asnjëherë mos u dorëzoni. Të keni besimin tek vetja. Sporti paralimpik nuk matet vetëm me medalje, por matet me guxim dhe me atë energji njerëzore që i jep kuptim fjalës frymëzim. E dashur njomsa, unë po të falenderoj jashtëzakonisht shumë për kohën, për këtë bisedë kaq të këndshme dhe uroj që zëri juaj dhe sukseset e sportistëve tanë të jenë një hap drejt rrugës për edhe më shumë suksese që të sjell Kosovës në të ardhmen. Faleminderit shumë, sa herë që jam në emisionin e juaj, unë gjithmonë dal nga ky emision me shumë energji, me
po ashtu edhe me një vullnet që në Kosovë ka vajza dhe gra, si që jeni ju, që jeni një shembull, një gruaje që me forcën e juaj, por edhe me angazhimin e juaj keni arrit që të ndryshoni edhe perceptimin e shumë kolegëve edhe të kësaj shoqërie që nuk duhet të kemi paragjykime dhe faleminderit Zorja Lume për këtë mesazh që me misione të ndryshme jeni duke i përqu tek shumë qytetarë që duhet të vazhdojmë edhe nuk duhet të kemi asnjë pengesë dhe nuk duhet të shohim asnjë pengesë, por që të jemi ne shembull për vajzat e reja dhe për qikat e reja që ato të mos se ëndrrën që e kanë të realizojnë. Faleminderit shumë.